Ja ku takohemi miqtë e mi, sërish në kanalin Monitor TV për të komentuar dinamikat që do të ndodhin sonte në shtëpinë e Big Brother VIP Albania. Ju tashmë e dini shumë bukur se vllau i madh ka bërë një paralajmërim që ka ngritur pikpyetje të mëdha se çfarë lloj eliminimi do të ndodhen sonte. Do të thënë, si do të bëhet ky eliminim brenda shtëpisë së Big Brotherit. Kemi një televotim të hapur, një televotim i cili nuk është mbyllur. Pikpyetjet janë: a do të ketë dy eliminime brenda një natës, që nënkupton njëri do të del nga votat e publikut dhe tjetri do të merr vendimin nga vllau i madh, apo çfarë do të ndodh sonte në këtë shtëpi. Unë në fakt jam interesuar të zbuloj rregullat e Big Brother dhe konkretisht për çfarë mënyrë eliminimi të pazakont bëhet fjalë. Do të thënë, në rregulloren e Big Brotherit citohet eliminimi i pazakont, ashtu siç e kanë prezantuar edhe vetë produksioni për natën e sotme, por unë doja që t'ju shpjegoj ju se nga çfarë arsyesh dhe në çfarë forme mund të vjen eliminimi i pazakont brenda shtëpisë së Big Brotherit. Do të thënë, siç duket, Big Brother këtë vit ka zbuluar shumë detaje nga rregullorja e saj që më parë nuk i ka patur. Tani, dëgjoni mirë çfarë thot. Në Big Brother VIP Albania, një mënyrë eliminimi e pazakont do të thot që largimi i një banorit nuk ndjek rregullat klasike. Do të thënë, nominohen, voton publiku, del më i votuari. Nuk i ndjek këto rregulla. Këto janë rregullat klasike që ti kuptoni, siç është televotimi i hapur. Do të thënë, nominohen, voton publiku, del më i votuari. Nuk është ky nominimi i pazakont. Por nominimi i pazakont thot realizohet me mekanizëm surprizë, shpesh për tension, drejtësi, lojë ose penalizim. Unë mendoj, pasi që shtëpia këtë javë, do të thënë, ka rënë jashtëzakonisht shumë në qetësi, mendoj që vllau i madh thjesht dëshiron që të bënë rritjen e tensionit brenda shtëpisë dhe ky eliminim i pazakont do të ndryshojë krejtësisht ngjarjet brenda asaj shtëpie dhe do të sjellë në pa gjëra shumë interesante. Tani, pyetja është, për shembull, si mund të bëhet një eliminim i pazakont. Unë tani ju do t'u jap disa shembuj konkret se si realizohet eliminimi i pazakont. Tani, eliminimi pa nominim është shembulli i parë, ku banori largohet pa qenë fare i nominuar. Kemi patur rast të tillë, nëse nuk gabohem, në Big Brother VIP Albania 2 me largimin e Olsi Bylikut. Olsi Byliku është larguar fare pa nominim. Do të thënë, ka qenë eliminim i pazakont. Më pas, vendoset nga produksioni, do të thënë, ose nga një zarf i zi, zakonisht për thyerje të rregullave të rregullores. Realisht në shtëpinë e Big Brotherit nuk ka mbërritur një zarf i zi dhe i bie që ky shembull i parë bie në tokë. Do të thënë, nuk mund të largohet pa qenë fare i nominuar. Pjesa e dytë, eliminimi menjëhershëm në prime, që do të thënë mund të ndodhen sapo të hapet prime-i të ketë një eliminim. Banori thëritet në dhomën e rrëfimit, lexohet një vendim kundër drejt tij i marrë nga vllau i madh, largohet në atë moment pa lam të mirë. Do të thënë, shok emocional për të gjithë banorët edhe për publikun. Kjo mund të ndodhë që banorit mos ketë fare qasje që të futet brenda në shtëpi. Eliminim të këtill, por për thyerje rregullash që goditi Luizin, ka patur, nëse nuk gabohem, njëra nga banoret brenda shtëpisë së Big Brotherit në kohën e Luizit. Tani, eliminim nga banorët, jo nga publiku, është pika e tretë, shembulli i tretë, që mund të ndodhet në këtë eliminimin e të pazakont. Banorët votojnë mes tyre, ose një lider kë zgjedh të nxjerr, që të krijon armiqësi dhe përçarje. Sonte, në kutinë e Pandorës, për shembull, mund të ketë një mundësi për të eliminuar njërin nga shtëpia, ose lideri mund të vendosë për fatin e njërit nga banorëve. Kjo ndodh për arsyen që produksioni të krijon debate, të krijon dinamika, të krijon përçarje pas një jave jashtëzakonisht të qetë që në fakt ka ndodhur këto ditë. Pastaj,
Çfarë ndodh tjetër? Eliminim përmes një sfide, do me thënë banorët mund të kenë një sfidë ku njëri prej banorët mund të mos ta respektoj sfidën edhe të eliminohet. Tani sfida kanë patur këtë javë, do me thënë kanë qenë jashtëzakonisht të suksesshëm në sfida dhe nuk ma merr mendja që nëpërmjet një sfidës që ka qenë, ndoshta produksioni mund të sjellë një sfidë të re. Banorët përballen me një lojë. Humbësi largohet nga shtëpia, presion ekstrem, jo fat, por performancë. Do me thënë, njëri nga banorët mund të largohet në çështje fati, fare pas një lloj eliminimi. Tani, e pesta është eliminim i dyfisht ose zinxhir. Do me thënë, del një banor, ai zgjedh një tjetër që del me të. Momente dramatike të papritura, supozojmë, në qoftë se sonte për shembull nga televotimi i hapur vendose që të del Alessio, bashkë me Alessio zgjedh se ai do të merr me vete nga shtëpia e Big Brotherit, gjë që në fakt nuk është bërë akoma në Shqipëri, por është bërë në për Big Brotherat e huaj. Tani, eliminim me zarf të zi, do me thënë shkelje të rënd, të dhunë, fyerje, kërcënime, gjë që në fakt ka patur, tani në qoftë se për shembull do të dënohet Gimbo për fjalën pedofil që u përdor në dhomën e gjumit pasi që produksioni ka nxjerrë një video të mirit në dhomën e rrëfimit, ndoshta mund të jetë kjo gjë, por unë mendoj se çfarë fjalësh kanë përdorur banorët e tjerë brenda kësaj shtëpie, atëherë do me thënë është të dashur që eliminimi i pazakon të jetë çdo ditë, jo çdo prime në shtëpi. Dhe e shtata është eliminim i REM, gjë të cilën e kanë bërë në fakt, do të thënë banori del nga shtëpia, por dërgohet në një ambient sekret, rikthehet më vonë, manipulim strategjik i lojës. Kjo gjë ka ndodhur, nuk ma merr mendja më që do ta bëjnë sepse do të jetë shumë ripërsëritur, është një gjë që ka ndodhur brenda shtëpisë së Big Brotherit. Dhe më pas, eliminim nga publiku në kohë reale. Hapet një votim për disa minuta gjatë prajmit, rezultati shpallet me njëherë ankth maksimal për të gjithë banorët. Në me thënë është një gjë e bërë, nuk ma merr mendja që do të ripërsëritet përsëri, dhe nënta është eliminim për sjellje manipuluese, marrëveshje sekrete, sinjale për votim, strategji të ndaluara, vendim direkt nga vllau i madh, tani sinjale për votim ka patur, por edhe marrëveshje sekrete ka patur, ndoshta mund të dënohet Selina që mund të ketë patur një marrëveshje sekret me Kristin për zgjedhjen e krevatit, ndërsa vendimi 10 është eliminimi moral. Banori përballet me prova, video dhe fakte, publiku ose produksioni vendosin për largimin e këtij banori. Do me thënë janë këto disa pika që rregulloria e Big Brotherit i ka në këtë eliminim të quajtur eliminimi pa zakon që do të ndodhë sonte.